Tani me ne në studio është regjisorja shqiptare që jeton në Itali, Valbona Xibri. Valbona, faleminderit që jeni me dëgjuesit e Radio Kosovës dhe mirë se erdhe po ashtu. Faleminderit juve për ftesën edhe mirë se u gjeta. Mbrëm në Prishtinë filloi edicioni 18 i festivalit të monodramës Monoakt 2026, ku jeni ftuar dhe ju. Si kaluat mbrëm në natën e parë, në ceremoninë e hapjes së festivalit, një ceremoni shumë e bukur e organizuar shumë mirë në Teatrin Dodona. Salla ishte e mbushur plot, ishte shumë emocionuese. Në festival marrin pjesë trupa nga gjithë bota, edhe përfaqësues edhe specialist, profesionist të teatrit nga gjithë bota. Ishte e pranishme edhe Ministria e Kulturës, Saranda Bukujeci. Po, dhe kjo ishte një shenjë konkrete edhe shumë e vlerësuar për kujdesin që qeveria ka treguar në këtë rast për këtë festival, sepse prania e një përfaqësuesi kaq të rëndësishëm i jep me të vërtet vlerë dhe rëndësi eventit dhe ishte me të vërtet një prani shumë e rëndësishme. Ceremonia shumë mirë, ceremonia kaloi shumë mirë. Në fund të mbas shfaqjes së radhës, që ishte shfaqja Arka e Mentor Zymberajt, që është edhe organizuesi dhe drejtori i përgjithshëm i festivalit, organizuesit ofruan dhe një moment bufe, një moment ndarje midis nesh dhe publiku dhe artistët u përzien edhe u krijua një moment shumë i ngrohtë edhe një bashkëbisedim edhe një atmosferë shumë interesante, shumë e ngrohtë, shumë bukur. Ju keni ardhur bashkë me aktorën, me çka do të merrni pjesë në këtë festival? Ne jemi kthyer me Burneshën këtë radhë, sepse kemi takuar Mentor Zymberajin në Mongoli, në një festival monodrame atje, dhe i cili e pa shfaqjen edhe i lindi ideja që ta kishte në një nga edicionet e festivalit të vet, dhe në fakt na ftoi këtë vit dhe ne jemi shumë të kënaqura, megjithëse Burnesha ka bërë një shëtitje, një xhiro në përbot me të vërtet, sepse është një nga shfaqjet që ka prekur shumë shtete. Kemi qenë në New York, kemi qenë në Rumani, kemi qenë pikërisht në Mongoli, në Shqipëri, disa herë, në Kosovë, në fillimet e veta, në festivalin Femart, që është me të vërtet një festival shumë i bukur. Kështu që e ka fituar dhe çmime, ka fituar çmimin për dramaturgjinë më të mirë dhe për regjinë më të mirë në Poloni. Kështu që është një shfaqje e konsoliduar, por dhe gjithmonë e freskët dhe unike, sepse është një fenomen, tregohet një fenomen që ngelet gjithmonë në historinë e njerëzimit, pavarësisht se tani si fenomen është duke u zhdukur, por është një histori me të vërtet shumë kurioze dhe shumë unike. Na fol pak për Burneshën, me qenë se ato kanë jetuar në mesin tonë, në mesin e shqiptarve, por me këtë monodram keni pasur shumë sukses. Çka trajtohet aty? Për dëgjuesit e Radio Kosovës që Patjetër. Në radhë të parë do të thoja që shfaqja është në datë 12. Shfaqja Burnesha është e ndërtuar në një formë shumë të thjeshtë. Tregohet historia e një nga Burneshave, që natyrisht ka lindur vajzë dhe në një farë pike të jetës vet vendos që të jetoj si mashkull për një motiv shumë të thjeshtë dhe i cili është një nga motivet për cilat Burneshat zgjidhnin që të jetonin si burra, sepse i vdesi jati dhe ajo bën këtë zgjidhje, por kjo do të shifet gjatë shfaqjes, pse ajo vendosi ta bëj këtë zgjedhje, dhe i tregon në një mënyrë, po mund të them edhe kronologjike, por nuk është dhe aq kronologjike, në kuptimin që tregon disa momente nga jeta e këtij personazhi,
duke u munduar të futet në botën e brendshme të personazhit, jo në atë të dukshmen, po në atë që është e pa dukshme për publikun, për njerëzit. Dhe është ndërtuar në bazë të disa improvizimeve që neve kemi bërë për të ndërtuar këtë shfaqje, sepse shfaqja lindi nga një tregim i shkurtër dhe nëpërmjet improvizimeve u ndërtuan disa skena që bëjnë të mundur pikërisht futjen e publikut në këtë botën e padukshme dhe intime dhe personale, sepse një person vendos të vishet me pantallona dhe me xhaket, të presi flokët shkurt, dhe kjo është e dukshme për njerëzit, por atë që jeton brenda vetes e din vetëm ata persona, kështu që ne jemi munduar ta sjellim këtë në skenë, nuk e dim, shpresoj t'ja kemi arritur, por është një shfaqje që është rritur shumë në vite dhe fakti që vlerësohet dhe ftohet vazhdimisht do të thotë që diçka kemi arritur. Është një diçka interesante, sepse aktoria nuk është shqiptare, po është ukrainase. Si u bë që një aktore ukrainase ta luaj Burneshën shqiptare? Jemi dy kultura komplet të ndryshme. Absolutisht. Unë mendoj për faktin që Marina kur dëgjoi për këtë personazh, u dashurua me personazhin. Dhe ishte ajo që më kërkoi që ta luan të këtë personazh. Dhe unë isha dakord, sepse unë mendoj që një aktore duhet jetë në gjendje të interpretoj çfarë do lloj personazhi që t'i propozohet. Por në këtë rast unë isha e avantazhuar sepse asaj i pëlqeu shumë personazhi, kemi punuar shumë. Marina, unë mendoj që në këtë pikë të jetës vet ka hyrë aq shumë në botën shqiptare, sa që me të vërtetë do shumë shqiptarët dhe Shqipërinë dhe vjen me shumë kënaqësi në Kosovë, vjen me shumë kënaqësi në Shqipëri, sepse ky personazh e ka ndihmuar që të bëj miqësi me botën shqiptare, me kulturën shqiptare. Ka mësuar shumë fjalë shqip, ka mësuar të këndoj këngë shqiptare, ka mësuar të këndoj të vallëzoj vallet tona. Kështu që Marina është rritur me këtë personazh. Edhe është shumë interesante të shohësh një aktore ukrainase, një aktore të mirë, sepse për mua ishte e rëndësishme që edhe t'ja besoja këtë personazh një aktore të mirë, pavarësisht nga këto motivet e tjera. Dhe unë mendoj që ka krijuar me të vërtet një personazh dhe spektatori sheh në skenë transformimin e këtij personazhi nga një vajzë e vogël tek një burr i rritur. Dhe kjo për mua është një arritje shumë e madhe për një aktore. Dhe ajo e ndjen këtë dhe e vlerëson shumë. Ju keni shëtitur në përbote, keni shfaqur këtë shfaqje. E them shëtitur pikrisht për shfaqjen, sepse kam parë disa vende të tjera. Cili nga vendet u habit më shumti me rolin e Burneshës? Në New York, për shembull, pati një... Se është e pa imagjinueshme ndoshta për popujt e tjerë. Po, është e pa... Kjo është edhe, të themi, ajo që surprizon te Burnesh. Fakti që është një histori unike, sepse nuk gjendet në vendet tjera. Ka histori të ngjashme në Indi, për shembull, ose në Marok, ka, por nuk janë nuk është e njëjta element kulturor siç është Burnesha. Nuk është për të njëjtat motive, është për motive të tjera që për shembull gra vendosin që të bëjnë pjesën e burrit, por jo në këtë formë dhe jo për këto motive. Burnesha është unike. Po. Keni marrë dhe çmime thatë në Poloni. Po. Pikrisht për Burneshën? Pikrisht për Burneshën. Po, në një festival në Krakov. Dhe ishte me të vërtet një emocion i madh sepse u vlerësua shfaqja si për dramaturgjin skenike, si për regjinë. Dhe për mua ishte një
nder dhe vlerësimi i madh. Dhe sigurisht nuk më ndryshon jetën, po me siguri më jep forcë dhe kurajo që të rezistoj dhe që të bëj më mirë. Sepse nuk është e lehtë të bësh teatr. Absolutisht jo, dhe pikërisht deshta të ndërlidhe me këtë, me një pyetje të radhës, sa mendon që ndikon teatri në ditët e sotme tek shqiptarët, po flas konkretisht, sepse në Itali sigurisht është më ndryshe. Nuk është shumë ndryshe në kuptimin që teatri kudo, për mendimin tim, teatri kudo që është... Te publiku, tek ndikimi ka ta fjalën. Po, teatri edhe kur është teatr i lehtë në thonjza, teatri është gjithmonë politik, sepse gjithmonë regjizori ose autori e çon një mesazh. Edhe në atë formën më të lehtë dhe më të skajshme të teatrit. Unë mendoj që në këtë moment teatri në Shqipëri, edhe në Kosovë, ka një peshë madhe dhe një forcë të madhe dhe sidomos një përgjegjësi të madhe. Sepse teatri me forcën që ka, me emocionet që sjell, mund të lëvizë njerëzit. Dhe kush bën teatr duhet të jetë i ndërgjegjshëm për këtë, sepse teatri nuk bëhet thjesht për të argëtuar masat. Por dhe për t'i ndërgjegjësuar dhe për t'i dhënë diçka që në atë moment i duhet. Kështu që ky është momenti i fortë për teatrin dhe unë shpresoj që teatri të ndihmohet, nuk e di nga shteti, po ndoshta edhe nga shteti, por sidomos të ndihmohet nga organizatat jo qeveritare që të mund të jetë i pavarur, sepse kur teatri është i pavarur, ai mund të thotë çfarë të doj. Kurse kur është i varur nga shteti, duhet i përmbahet asaj që shteti. Edhe teatri ka këtë pjesë kështu të kufizimit? Patjetër. Teatri më shumë se çdo formë tjetër, sepse ka shumë mesazhe që mund të përcjelli. Dhe kur teatri është për shembull mbrëm në darkë, ne po bisedonim në tavolinë me grupet e tjera. Dhe dikush nga artistët tha, ne jemi një teatr shteti, marrim rroga nga shteti, kemi një program që na i miraton shteti etj. Në atë moment unë mendova, për çfarë lirie keni juve, sepse nëse unë kam dikë që më paguan, më kontrollon, edhe më thot çfarë duhet të bëj, atëre unë nuk jam më i lirë që të them çfarë të dua edhe atë që unë mendoj, domethënë që është në të mirën e publikut. Po, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Teatri duhet jetë i lirë. Valbona, ju keni realizuar disa shfaqje, ndërto edhe një që flet për gazetaren ruse Ana Politkovskaja, e cila është vlerësuar edhe kjo po ashtu në një festival. Çfarë ju tërhoqet te kjo figurë e gazetares? Kjo figurë është një figurë e jashtëzakonshme, dhe më bëhet qefi që po ma kërkon ti, sepse edhe ti je një gazetare shumë e mirë, shumë kurajoze dhe unë të njoh prej shumë vjetësh. Lindi ideja thjesht për të kënaqur në thonjza Marinën, sepse me qënë se ndërtuam Burneshën dhe ishte një personazh shqiptar dhe ndërtuam një personazh mbi kulturën shqiptare, unë i propozova asaj që të sillnim edhe një personazh nga bota e Marinës, që të mund të përdornim gjuhën e saj, muzikën dhe elementat të tjerë në këtë shfaqje. Dhe diskutuam, menduam për Akhmatovan, për Cvjetajevan, për këto poeteshat ruse dhe të interesante të kohës. Por zgjedhja ra tek Politkovskaja sepse ishte një personazh emergjent në atë moment dhe duheshe sepse sillte mesazhe shumë të forta për sa i përket pikërisht mendimit të lirë, kurajës kësaj gruaje që megjithse e dinte që do ta vrisnin, sepse ishte kërcënuar shumë herë, ajo vazhdoi në atë rrugën e vet. Dhe unë pyeta veten, çfarë e shtyn një personazh të tillë, një grua, që megjithse e di rrezikun shumë të madh që i kanoset, e di që pret vdekja. Dhe megjithatë ajo vazhdoi. Dhe akoma nuk i kam dhënë dot përgjigje kësaj. Unë shpresoj që publiku në një farë mënyrë gjithsesi kush t'i japi një lloj përgjigje kësaj pyetje.
Dhe prandaj vendosëm dhe shfaqja është ndërtuar komplet mbi një punë, mbi një studim që neve kemi bërë mbi këtë personazh, sepse nuk kishim një tekst, teksti ka ardhur duke punuar, është një punë e gjatë, sepse punët e mia janë të gjata sepse kanë të bëjnë me një studim, o të fenomenit ose të personazhit. Dhe kemi arritur domethënë të ngrëm një shfaqje që është një shfaqje edhe në këtë rast, nuk është një shfaqje politike, natyrisht politika brenda është sepse është gjithmonë, por është të tregojmë këtë grua në botën e saj të brendshme, lidhjet e saj me familjarët, sepse ajo nuk ishte vetëm një gazetare e fortë, kurajoze etj, ajo ishte edhe një grua, ishte edhe një nën, ishte edhe një vajzë e dikujt, kështu që janë shumë aspekte të jetës së saj që neve i kemi sjell në skenë dhe kemi ndërtuar këtë shfaqje që është e përbërë prej disa tablove që tregojnë momente të ndryshme të jetës Ana Politkovskajas. E ku i keni shfaqur dhe si është pritur, sepse ajo pati një fund tragjik? Pikërisht për këtë, të paktën në Itali ajo është dashur të kujtohet, kështu që ne na kanë ftuar me të vërtet shumë organizata, shoqata, sepse kjo lloj shfaqje ngjall edhe një debat publik. Dhe gjithmonë kemi preferuar dhe që mbas shfaqjes të diskutohet dhe me publikun ky personazh dhe ky rast. Kështu që shfaqja ka dhe akoma është shëtit shumë nëpër Itali dhe në këtë rast kemi qenë edhe në festivalin Mono Alba Mono në Shqipëri. Dhe aty kemi fituar çmimin e special të juris. Me këtë shfaqje. Me këtë shfaqje. Po. Cilat janë planet për një të ardhme të afërt, sepse na ikën minutat. Patjetër. Shumë shpejt. Me të vërtet, s'u mor vesh. Një nga projektet e mia të ardhshme, bile kam 2 projekte dhe i kam shumë për zemër dhe dua me të vërtet i çoj përpara. Janë 2 personazh shqiptar, Ibrahim Kodra, që është një piktor shqiptar italian me një histori shumë interesante, me një jetë shumë interesante, të cilin unë dua ta vë në skenë, dhe një personazh tjetër që më ngacmon dhe me siguri do të arrij, domethënë të bëj diçka, është Musine Kokallari, që është një nga figurat më tragjike, por dhe më interesante, sepse ishte një grua me një botë jashtëzakonshme dhe ne shohim vetëm këtë anën tragjike, po unë edhe në këtë rast dua të sjell atë pjesën edhe lirike, edhe ajo shkruante poezi, edhe lirike, edhe femërore, edhe aspekte të tjera. Gjithë botën edhe mbrendshme. Po, absolutisht. Dua ta bëj të 2 këto shfaqje, dua t'i bëj me një aktor dhe me një aktore që flasin edhe shqip edhe italisht, sepse këta 2 personazhe i përkasin si Shqipërisë dhe Italisë. Musinea ka studiuar në Itali. Kështu që këto janë projektet e mia më imediate, më të afërta. Interesante edhe këto. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Që ishe sot me ne, të uroj shumë suksese dhe kalofsh sa më mirë në festivalin e si vjetën Monoark 2026 në Prishtinë. Vlerësoj shumë. Dhe urojmë që t'jeni vazhdimisht pjesëmarrëse në festivalet tona këtu. Faleminderit, shumë faleminderit. Shumë suksese. Rafsh.